Mirë ditë të gjithëve, hapim këtu këtë konferencë për mediat të radhës sot jemi me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, me kuqezitë e vegjël që po përgatiten për dy ndeshjet miqësore ndaj Greqisë dhe Luksemburgut në ditët e vijim, ndërkohë kombëtarja ka nisur përgatitjet për këto dy sfida miqësore. Trajneri është këtu përpara jush për të diskutuar në lidhje me listën, në lidhje me zgjedhjet, por edhe me objektivat që ai ka, jo vetëm për këto dy miqësore, por edhe për sezonin përpara. Atëherë nisim në pyetjen e parë, Sabina lutem. Përshëndetje, Sabina Meteret është Sports. Së pari suksese në pra këto dy sfidave miqësore. Alban, çfarë prisni nga këto miqësore? Sa e vështirë është në fakt të motivosh edhe ekipin në këto miqësore kur e dini që kualifikimin e keni të garantuar, por gjithashtu pam edhe emra të rinj në listë. Çfarë prisni si fillim nga këto dy sfida? Është shumë e rëndësishme kjo që thatë ju. Domethënë ne nuk do i shohim ndeshjet si miqësore, do i shohim si kualifikuese dhe një si finale, ose mund të themi si një ndeshje jeta vdekje, sepse Europiani është në 2027 dhe domethënë ne do të përballemi me ekipe shumë të forta. Që të përballesh me ato ekipe të rangut si Gjermania, Anglia apo Franca, duhet të japësh maksimumin me këto ekipe që janë pothuajse nivelin tonë ose po të themi pak më mesatar. Kështu që çdo ndeshje do të konsiderohet si një finale dhe këtë ja kanë bërë të qartë edhe çunave, domethënë çdo stërvitje. Dhe jo vetëm ndeshjen faktikisht, por edhe stërvitja duhet të konsiderohet si një finale në mentalitetin tim. Kurse për sa i përket grupit, është një grup i ri, janë shumë lojtarë që janë të ri, është pak e vështirë me thënë drejtën sepse edhe nuk njihen me njëri tjetrin, po këto ta japin mundësi këto lloj ndeshje dhe këto lloj grumullimesh që janë pak si të gjata për të krijuar një atmosferë sa më të mirë. Bushi, do të ketë prurje të reja gjatë kësaj kohe apo do të tentoni të krijoni një skuadër të konsoliduar për të shkuar në Europian? Si e mendoni ju? Po ne kemi marrë. Tani pra Burak Alili është një nga lojtarët që unë dua ta falenderoj që zgjodhi Shqipërinë sepse ka qenë pjesë e Zvicrës dhe dua të falenderoj edhe atë dhe familjen e tij që e zgjodhen me zemër Shqipërinë, se është një lojtar që do të na bëjë punë, një lojtar me shumë potencial. Ka qenë në absolut ke moshat e Zvicrës në të gjithë moshat deri ke mosha 20 vjeçë. E falenderoj shumë që është pjesë e jona. Është një lojtar që mbase do t'i shërbejë dhe ekipit tanë në të ardhmen. Pastaj lojtar shumë të ri, shumë perspektivës është siç është Gabriel Rama nga Atalanta, që është herë e parë që vjen ne, megjithëse i vogël mosh, por është një lojtar i perspektivës dhe që Atalanta e ka në pikë synimet e veta për brezin e ardhshëm të Atalantës. Pushi, duke qenë se po përmend disa emra, të pyes, a të ka ngelur peng ndonjë emër që nuk është bindur ende për të përfaqësuar Shqipërinë? Peng sekond se po shifja pak emrat këtu. Do të thoja, kemi pas dy lojtarë që, me thënë drejtën, nuk mund t'i them që janë tradhtar, por absolutisht jo. Po thjesht më premtuan deri ditën e fundit që do të vini ke Shqipëria dhe i pasaj ke lista e Kosovës. Nuk ka asgjë të keqe, tush dhe me Kosovën, patjetër që po është mëse normale, po thjesht duhet ishin treguar më korrekt në komunikimin që ne kishim, sepse deri ditën e fundit më thanë që do vinë, pastaj pash ke listë e Kosovës. Po absolutisht që nuk jam i mërzitur sepse edhe Kosova është ekip që edhe Kosova duhet mbështetet, sidomos si nga shqiptarët e Shqipërisë ashtu edhe të Kosovës, po edhe të Maqedonisë nga gjithë diaspora, sepse është vendi jonë dhe na bëhet shefi dhe kur shkojnë lojtarët e mirë andej. Duke qenë se Europiani luhet pas 2 vitesh, i keni idhur do piketat e para për të krijuar atë ekipin dhe ka element që mund të shërbejë nga U19-a? Jo, me thënë drejtën, jemi duke parë shumë për lojtarë. Nuk është se jemi në gjendjen tonë më të mirë për sa i përket lojtarëve. Themi drejtën fare. Me thënë nga pjesa mes fushës së lartë kemi shumë lojtarë të mirë, kurse në mbrojtje kemi shumë probleme. Kemi shumë probleme në mbrojtje të cilët po do mundohemi të rregullojmë, besoj se brenda një viti besoj se do gjejmë mbrojtësa të mirë. Duhen mbrojtësa me potencial dhe mbrojtësa që luajnë faktikisht. Duhet luajnë sepse në momentin që do përballesh me ato ekipe të forta, si thash pak më parë, duhet të kesh minuta në këmbë, duhet luash në kampionate nivele të mira. Jemi duke gjetur mbrojtësa. Kemi probleme në krahun e djathtë, kemi probleme në krahun e majt, kemi probleme në qendër të mbrojtjes. Domethënë kemi probleme goxha për sa i përket repartit të mbrojtjes, po shpresoj shumë që do gjejmë mbrojtësa të mirë. Shpresoj shumë që edhe kampionati shqiptar, sepse janë vetëm 4 lojtarë që luajnë Super League, që marrin pjesë ke U21 i Shqipërisë, kemi 2 nga Shkodra, 1 nga Partizani, kemi 2 nga Laçi, kemi 1 nga Fieri, kemi edhe 1 nga Durrësi. Pra është pak,
për sa i përket për të krijuar një ekip të QS1 për të pasur Boshtin. Mendoj që Boshti duhet të jetë gjithmonë nga kampionati shqiptar, po e kam thënë gjithmonë që nuk është se japin shumë prioritet të rive në kampionatin shqiptar, uroj që t'i japin sepse nuk mund të bësh është e vështirë të bësh një kombëtare, por nuk patet bazën. Domethënë në kampionatin shqiptar që mendoj që këta që janë thirrur janë lojtarë me potencial shumë të mirë, por shpresoj që vitin tjetër kemi akoma më shumë të rinj. Një pyetje të fundit. Në grumbullimin e mëparshëm me shumë buj ka ardhur një lojtar si Maldin Kaçuri, ndërkohë këtë herë nuk është në listë. Ka ndodhur diçka apo thjesht zgjidhje teknike? Maldinin i bën ftesë fatikisht, do vinte, por 2 ditë përpara na lajmëroi që u ndjente më mirë të ishte pranë klubit sepse ishte duke kapur formacionin, nuk ishte akoma në formacion. Mendu me stafin që ta linim aty që të dheke klubit sigurohet që të luajë të kapi ekipet në formacion sepse na shërben dhe ne që ai të ketë minuta. Edhe mendoj që dhe besoj që do të jetë pjesë e jona në të ardhmen. Ishte pyetja e fundit, ju falenderoj shumë për pranimin dhe urojmë suksese. Kombëtares U21, ndërkohë takimi i radhës do të jetë nesër me konferencën e kombëtares A me 2 lojtarë që do jenë përpara mediave. Ju falenderoj dhe punë të mbarë.